Federata e Sindikatave të Pavarura Elektro-Kosova përmes një konference të mbajtur sot ka paralajmëruar protesta për të njëjtën dhe të premten në 7 distrikte të distribucionit të Kecit. Përfaqësuesit e sindikatave po kërkojnë rritje të pagave për punëtorët e Kecit. Protestat do të fillojnë të mbahen ditën e ejtën me 17 dhe 18 e ejtë dhe premte prill, para ndërtesave të çdo distrikti, të 7 komuna, 7 distrikte janë. Pajaziti tha se protesta do të mbahen prej orës 8:30 deri në orën 10. Sipas tij, protesta po bëhet pasi që nuk kanë arritur një marrëveshje me Kecin. Kjo sindikat javën e kaluar i kishte dhënë ultimatum menaxhmentit të Kecit që deri më 10 prill të përmbushen kërkesat e punëtorëve të kësaj kompanie në mënyrë që të evitoheshin protestat e tyre. Kemi pas biseda 2 apo 3 herë me ta, mirë po deri ta e marrëveshje nuk ka ardhur, nuk kemi arritur asgjë për saj. Pajaziti tha se pas kësaj proteste 2 ditore do të japin kohë Kecit për dialog dhe kompromis. Nëse nuk ka marrëveshje, ose nuk vërtetë marrëveshja, nuk përjashtohet mundësia që të shkohet edhe në radikalizim më të tjeshëm, që do të thotë në sazat ligjit gjithmonë, duke bazuar ligjet të aplikueshme në fuqinë të Kosovës, që është e fundit ligji mbi greva. Pajaziti tha se kanë marrë një letër nga menaxhmenti i Kecit, që sipas tij është një letër kërcënuese. Në letrën e drejtorit të përgjithshëm të Kecit, Vedi Jeshil Kilic, thuhet se asnjë protestë çfarë do lloji nuk mund të organizohet brenda hapësirave të Kecit, përfshirë hapësirën e brendshme dhe të jashtme. Zëdhënësi i Kecit, Guri Shkodra, i tha gazetës Jeta në Kosovë se nuk mund të prononcohet rreth kësaj çështjeje, pasi që, siç tha ai, kompania ende nuk ka marrë një qëndrim unik. Ai tha se sot ose nesër do të ketë një konferencë për media dhe do të njoftohet publiku lidhur me kërkesat e kësaj sindikate.